Ndryshe nga nxënësit e shkollave të mesme, në arsimin nëntëvjeçar ata janë ende të lidhur me familjen dhe shkollën përsa i përket marrjes së informacionit për metodat kontraceptive dhe sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Në këtë konkluzion arritën pas kontaktit me ta në prezantimin e projektit Media brenda shkollës. Nxënësit e klasave të nënta të shkollës Emin Duraku pohuan se lidhjet sentimentale në moshën e tyre janë prezente, por nuk kalojnë në kontakte fizike. Më tepër nga mami. Kam marrëdhënie shumë të mira me mamin, vizitoj shumë për këto lloj gjërash. Edhe nga interneti, informacione, si këto ti broshurash dhe revista. Keni filluar nga lidhjet sentimentale? Jo të gjithë. Jo të gjithë, por ama ka. Mes tuaj ka. Po. Por jo ajo lloj lidhje që paraqit në dokumentar. Nuk është lidhje që shkon deri në marrëdhënie fizike? Jo. Informacioni kryesisht nga interneti, nga marrëdhëniet me shoqërinë, domethënë nga mohabetet që bëhen kështu. Me prindërin nuk diskutojmë, më thënë drejtën se jemi të informuar, kemi ato burimet, jo, nuk flasim shumë për këtë gjë. Po lidhje, djemë të moshës tuaj, kanë lidhje sentimentale? Po, tash me thënë drejtën kanë, domethënë, po jo të gjithë, po kanë. Shumica janë të prirë, domethënë, moshën tonë që të krijojnë lidhje me femra të tjera. E marr nga familja, nga shkolla në lënë e biologjisë dhe nga shoqëria. Ata e cilësuan lidhje eksperimentale me aq sa u lejon mosha. Nuk arrin deri në ekstremitet, mund të arrijmë këto gjëra të vogla, ke parasysh që se nuk janë, domethënë, gjërat e moshës tonë, domethënë, janë gjëra që eksperimentale më shumë, janë moment. Mund të ketë ndonjë lidhje sentimentale në shkollë, po nuk ka kaluar aq në nivel ekstrem. Po, e quan normale një lidhje? Po, normale. Është normale në të moshën tonë, pasi është një moshë në adoleshencës, çdo kush ka dëshirë të ketë një person që të ndaj më shumë gjëra më gjëra private. Nxënësit u shprehën gjithashtu se kanë frikë nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe kërkojnë vazhdimisht informacion për të mbrojtur prej tyre. Jeni të frikësuar nga shifrat që dëgjoni për abortin, për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, ndjeni frikë? Po, shumë. Se kemi dëgjuar dhe vetë ditë për ditë lloj-lloj rastesh, edhe nga shoqet ka raste. Ndjehemi të frikësuar dita ditës, pasi sëmundjet sa fillojnë shtohen sëmundjet seksualisht transmetueshme, të cilat janë sëmundje ngjitse. Pjesa më e madhe e tyre nuk ishte dakord që të kryeshin marrëdhënie në moshën 13-14 vjeçare. Unë vetë mendoj se gjithsecili nga ne duhet të ndërgjegjësohet për moshën që ka, edhe që mos kryej marrëdhënie të tilla se nuk e para punës nuk janë për moshën tonë. Nuk është as pak normale. Ora e biologjisë është ora edukative ku nxënësit marrin njohuri në lidhje me metodat e planifikimit familjar, marrëdhëniet seksuale apo sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Nxënësit treguan interes për informacionin që u jepet nga mësuesit. Zysha biologjisë është një zysh shumë e talentuar për këtë gjë, na i shpjegon shumë qartë, domethënë nuk kemi asgjë të paqartë. Mënyra të tjera të informimit për sjelljet e rrezikshme të adoleshentëve, nga sa pohuan ata, janë interneti dhe familja. Pas prezantimit të dokumentarit Pendes pa kthim, vetë mësuesit e shkollës i quajtën iniciativa të tilla të nevojshme në mënyrë që informacioni për nxënësit të jetë sa më interaktiv dhe të ofrohet nga burimet të besueshme, siç janë gazetarët e specializuar. Ishte një aktivitet mjaft i suksesshëm, shumë bukur. Neve zhvillojmë nxënësit sipas programit promocional të gjitha temat, sipas muajve të caktuar dhe temat e caktuar, kemi folur mjaft për këto probleme. Ju e patë dhe vetë, nxënësit janë të mirë informuar, mjaft interesuar dhe informacion e marrin drejtime të ndryshme. Shumë me vlerë, ju falenderojmë që përzgjedhët dhe shkollën tonë për të zhvilluar këtë aktivitet. Por duhet të them që edhe në shkollën tonë është një punë në vazhdim, sidomos e departamentit të biologjisë, bëjnë tema sidomos në orët edukative. Unë do thoja thjesht një mesazh, thuaj vetëm jo. Jam shumë e kënaqur për këtë lloj veprimtarie. Përftoj nga rasti ju falenderoj ju gazetarët e Shëndetit, e shoqatës së Shëndetit. Është një veprimtari mjaft sensibilizuese, besoj se do të vlej për të gjithë fëmijët kudo që të jenë, jo vetëm në vendin tonë, po kudo në botë. Një jetë është e vlefshme, ajo duhet ruajtur, duhet mbrojtur me çdo kusht. Unë mendoj që interesi është i jashtëzakonshëm. Vetë biologjia është tërheqëse, po sidomos kanë vënë nga përvoja që në këto kapituj këta janë tepër të interesuar dhe mendoj që ajo çka është më e rëndësishme është mënyra e komunikimit. Nëse krijon ambient
dhe krijon mjedis, këta arrin të japin shumë, tregojnë dhe nga marrëdhëniet që kanë me prindrit dhe mendoj që aty është gjithë baza e kësaj. Sa ndihmon një aktivitet të tillë? Mendoj që ndihmon shumë. Kjo që shumë e vlefshme sepse është ndryshe kur e lexon dhe ndryshe kur e dëgjon në film. Them që vlen shumë. Ata u shprehën se në arsimin nëntëvjeçar, shkolla i jep prioritet edukimit të nxënësve në lidhje me marrëdhëniet seksuale dhe tabut që kanë ekzistuar deri më tani janë kapërcyer.